Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma të dashur pasagjerë. Dhe faleminderit që zodhën linjën tonë Kol Airlines. Bëj shaka, por e kam seriozisht. Doni ta ndidhit që ndodhi javë si shkoj? Po apo jo? 500 lek. Të hënën na dhanë urdhër nga Ministria e Brendshme që do ekstradonim apo zdonim një të shumë kërkuar në Itali Milano. E kishin dënuar me 25 vjetë heqëlirie, sepse kishe rrahur vjerën italiane në sy të grusë romune në një lokal marokenësh në Amsterdam. Shefi do zgjidhte policat më të mirë, më të lirë dhe ata që kishin vizë. Unë. Mirë po unë dhe një ditë vizë kisha, multikalimshme, putja kotë. E nese, shkuam në Rinas në orën 12 pa qerek natës. Errësirë, po derdhe Rinas si nga njerëzit. Tu prit me vullos atë pashaportën, mori vesh që do iknim dhe ne me një avion civil që ikin njerëz për Milano. Sa o futëm në avion, aty ndryshoj gjithçka. Luksi modh, drita, tavani me gips, tapet turk, grila persiane. Ç'të të them? E nëse u mora biletën unë edhe ula ke vinim, kur më vjen një xhaj dhe më thot, të keqin xhaja, të ulem unë aty se më zë gjatë rrugës. I thash, o xhaje, po qofse të zem, mos u ula afër dritares, ulu afër hales. Ngeli xhaja, uli kokën, lëshon një pik loti që më ramua këtu, edhe iku. Unë u preka. Edhe i thash, ajde o xhaja, ajde ulu këtu. Rëf shobir më tha, sa ule aty, kur më tha, e hongre dhe ti! Brezlesh, i tha, gjithmonë e hani ju. Ngela u, që me bë? I të ule aty afër me shefin, mu ke fillimi i avionit, edhe tu pret që t'na sill që në i gjo për të hongër për të pi. Kur mora veshun, çdo gjë në avion ishe bo me lek. Edhe po të mos mere asgjë s'do i paguje të vëshën. Në ato qaste, doli zotësia shqiptarve, plasi era vezezime, era qofte, era turshi kavanozi. Njona, kulmi arriti kur njona mori një buk dhe futi këtu për ta bë tost. Vje i burr nga fundi avionit me i kaset në dorë të djemve të vjosës edhe i thot stuardesës, vej qik se kanë kongë bukra këta. Thuj shoferit ta vej, aty unë zefa u bona keq fare një çku për mbanjo. Kot qani ju që thoni që banjët avionit janë vogla. Ka dhe nga ta nga ju që thonë biles hynë si njeri në banjët avionit edhe del si gërma vë. Jo, Allah, banjët ishin shumë të mdoja, edhe me dritare biles. Sa u zbërtheva unë kur shoftu një burr me këmish me kolare ai, që më shef çuditshëm edhe më thot, check-in? No, i thash unë, qiqin. Mirë, për nuk po gjeja do të galexhandin. Ku ta bëj, e vëj, cep aty e vë. Dalu nga banja, kur më thot shefi, ku ishe me budall, ku ishe? Në banjo, i thash unë, pse? Qa banjo më? Banjo është tu, ti pas ke marru pun ke kabina pilotit. Po qa problemi ka, i thash unë? Hajde se ka daldiz gjithë avioni. Hap derën unë, kishte plasë rakia, kishte plasë ahengu, fluturonin 10.000 lek shat në avion. Njoni kishe në buke celulari, o bobi ti bobi, o gjigji ti gjigji. Pu, ishin rreth stuardesës 50 burra që i thonin gjithë me i zë. Hiqe. Pike zez. Kurse ke komët e stuardesës, ishe mbështjel si gjarë për ai gjaja që lirova venin unë. Edhe i këndon të këngën. Mojle zhverda, trëndelina, mojle, pum. Qetësi, u gjua një alarm. Pip. Piloti la dhomën e gabinës së pilotimit, edhe unë me i dhe në filloj të qajt. Qa ka, i thashun? Qa të bëj shop nga dritaret unë? Motorat ishin fik. Mos tashun, do bijem. Të gjithë e lana hengun. Stewardesa la kuri që shkojnë banjo me uvesh. Aty të gjithë po më shifnin mu në sy dhe po më thonin, Kol, na shpëto, Kol, je eroi jon. Thash, do bëj dhe i shpëtoj këta njerëz, edhe vetën time se unë u futa me vrap ki gabina pilotimit, edhe i them asaj stuardesës, se ka emrin ai ke kulla kontrolli në Itali, thashun, Torre. Sa ja shtu dhe këta kote fundit më javë, Pikëzes.
Mora radion. Tore, na janë fikur 2 motorë dhe po bijem. Çfarë të bëjmë? Ri i qetë tha, mbaj në ekuilibër avioni, tha dhe ndiqni kursin tuaj. Lashti moni shkoj pyes pasagjerët. Me sa kursi lekut sot më? Eshtje. Po dollari më. Eshtje. Po euro më. Eshtje. Në ato momente filloj me mundësi figura. Po ma kapte me miza. Tensioni i gjakut më shkoj 512 megabajt për sekond. Lapa filloj të zbrit poshtë edhe po përqafon të bajamet. Mendova vetëm për çunat edhe grun. Ti kisha thonë nga gjotë fundit, si për shembull, grus do i thoja, të du shumë i tonë këshin qend. Kurse çunave do i thoja, mos u bofshi kur polica mërbab. Edhe aq ishte. Vdiqa. Vdiqa. Kur çuditërisht hap sytun, shoh gjithë ekuipazhin bashkë me pasagjerët që më shohin sy ma bëjnë. Kjo ishte loja! Ngela unë. Kamera e fshet. I thash, po ne sigur rrëzuam, më por edhe sigur avioni. Qa thumë, më tha shefi? Si na nis akoma, tha. Ku pikëzesh? E mora veten, piva i gotuj, edhe ula ke shefi, thash, ha, kur do nisemi? Ta shitha, po ti do nishesh për shpi. Se? Ka 3 minuta që t'ka skadu viza. I ka unë, na kemi.